të dy figurat janë figurat pushtetshme, eksentrike, që kanë influencat të drejt për drejta. Por, sigurisht, nëse do bëjmë analizën për cili është më i fortë, unë personalisht nuk dyshoj ke pushteti që ka Trump. Njeriu më të pasur, jo rastisht ju referova rastit të Rusisë, kemi të bëjmë me modelin perëndimor demokratik dhe kemi model autoritarist tashmë dhe në SBA. Kështu që në këtë plan unë besoj që modeli i pushtetit fiton mbi kurse me Europën, jo rastësisht kancelari gjerman i solli në vëmendje historinë e shkuar Trumpit, apo jo? Që i dha certifikatën e gjyshit. E ishte e bukur, po mënyra se si e përcolli Trump është shqetësuese. Tha është një djalë i mirë ky, tha, unë e kam mik këtë. Më thënë, ai solli një mesazh politik. Ai tha dhe i gjë tjetër, fal, më të shqetësuese. Po. Kur përkujtuam ditën e zbarkimit, ditë shumë e keqe për ju, apo jo, tha. U detyrua kancelari të thotë, na liruam nga diktatura naziste. Po, ama do të thënë, këtu kemi modelin perëndimor që qëndron në Europë dhe modelin perëndimor që po bie në SBA. Dhe ky është shqetësimi më i madh. Ky është shqetësim që e tha Rama, më duket e tha në po qëndron modeli demokratik në Europë? Po sigurisht. Po ne kemi gjykatën ndërkombëtare që e ka firmosur, ke një qenë ministri të jashtme, që e ka firmosur dhe Shqipëria. Ka dalë jashtë loje për shkak të performancës së SBA-s. Ne kemi Rusinë që po e trajtojmë si armikun kryesor, ndërkohë që Izraelit nuk i bëjmë gjithë në gjë, po nxjerrim dy standarde. Janë të gjitha që vinë nga politika e administratës Trump. Të gjitha këto, godasin... Edhe Biden, në rastin e Izraelit. Politika botërore. Jo në të njëjtën formë. Njësoj. Biden do të thoshte kancelari më kamufluar më estetikisht më njësoj. Flasim ngjarja e 7 tetorit 2023. Po, para zgjedhjeve. Se ajo timeline-i s'ta lën me gabu. 7 tetor 2023. Patjetër. Pra, le të themi edhe çështja e Rusisë. Flasim për shkurt 2022. Pra, le të themi, gjithçka ka ndodhur në një administratë tjetër, nuk mund të thuash sot që administrata është tjetër gjë, ndoshta Trump është më ekzibicionist, i shpreh pak më ndryshe, është pak më raw, duke pirë koktejle është pak më i papërpunuar resortin Gaza. Po në thelb është një lloj. Po në një lloj, pra, ky është për mua të paktën, ky është shqetësimi më i madh. Goditja që po i vjen perëndimit, pra, asaj që ne e kemi ndëruar për kaq kohë me shqiptarët. Djeli linda ne nga perëndon. Po, si thoshte Problemi është perëndimja ne nga është gjithmonë apo ka ndryshuar ndjesë. Apo po vjen dielli nga lindja. Tu është sfida dhe ne në një farë mënyrë Shqipëria sipas mendimit tim është mbrojtur sepse është tashmë në NATO. Se NATO sido që të shkojnë gjërat nuk do të kemi shpërbërjet NATO-s. Ka një NATO pa Amerikën. Never say never. Shqetësimi për mua është Kosova, e solli me drejt Mingjozi. Sepse Kosova nuk është në NATO, pavarësisht trupave të NATO-s. Mirë, po Kosova është ka lindur prej NATO. Është më në NATO se ne. Është më NATO se ne. Ka lindur prej NATO. Ne na futën NATO pa ushtri.